Unë i kisha bo apel institucionet tona që të mbrojnë prodhimet tona, që të mbrojnë bujkun. Do të detyrohemi edhe me marrë masa të tjera. Krizat e thella të sigurisë dhe ekonomisë në botë mund të rrezikojnë edhe njërin nga sektorët e rëndësishëm të prodhimit në Kosovë. Në një kohë kur të gjitha çmimet janë ngritur, fermerët që prodhojnë qumsht mund të përballen me një ulje drastike të çmimit të qumshtit, të cilin e shesin tek përpunuesit. Në mbar rajonin, çmimet e qumshtit kanë rënë në nivelet minimale, duke krijuar një disbalans në çmimet për furnizim. Vendet si Bosnia e Hercegovina dhe Maqedonia e Veriut janë shndruar në kërcënim serioz për prodhuesit lokal në Kosovë. Analizat që i kanë zhvilluar përpunuesit e qumshtit tregojnë se 1 litër qumshti sapo prodhuar në rajon si Bosnia, Serbia e Maqedonia e Veriut, çmimi për litër qumsht kushton rreth 30 cent, ndërsa në Kosovë fermerët shesin qumshtin me çmim mesatar prej 50 centësh. Kjo situatë ka nxitur paralajmërimin se përpunuesit e qumshtit nuk mund të jenë konkurrent në treg me këto çmime, duke paralajmëruar edhe ndërprerjen komplet të prodhimit. Kompania jonë është duke u ballafaqur me problemet të gjithë industrisë, që do të thotë nuk ka problem vetëm milioni, po është një vështirësi për momentin që industria e qumshtit është duke u përballë në Kosovë. Përveç çmimit të lartë të qumshtit në blerje brenda Kosovës, do të thotë prej fermerëve, që çmimi mesatar është diku rreth 50 cent, kemi për momentin edhe një import mos themi të pa kontrollueshëm, po është i niveleve të larta nga shtetet fqinjës, siç janë Bosna, Maqedonia, Hungaria, cilat me çmimet e tyre që janë dukshëm më të ulta se tonat, kanë deportuar lehtësisht në tregun e Kosovës. Shteti vetëse i çdoshme që duke menduar se çfarë mose do të me marë sa ma shpejt që me shpëtu industrinë e qumshtit në Kosovë. Sepse mendojmë që nëse nuk mirën të një masë e shpejt, industria e qumshtit në shumë pak javë mendoj që do t'jetë para kolapsit. Naser Bajraktari, kryetari i shoqatës së prodhuesve të qumshtit, përpos që konstaton gjendjen, kërkon ndërhyrje të menjëhershme për të stabilizuar tregun. Shoqatat kanë mbajtur takime javëve të fundit dhe kanë dalë me paralajmërime se nëse nuk ka intervenim, atëherë mund të ndalet plotësisht prodhimi i qumshtit. Ne kemi kërkuar që importi i produkteve të qumshtit të cilët vinë në Kosovë për momentin të mirët një masë të ndërpritet apo të qitet një akcizë të cilët ata të jetë çmimi i tyre më i lartë se çmimi jonë i produkteve tona që jenë këtu vendore. Nuk mu e kuptoj në këtë gjendje, kur në vendin tonë, në vitin e kaluar të cilët dhanë grande, dhanë subvencione për bujqt të cilët prodhojnë qumsht këtu, dhe rritet importi i produkteve të qumshtit dhe paguhen këtu, ose investon shtetin në ferma, në krerlëve, dhe rritet importi në 98 milion importi në vitin 2025, dhe produst nuk mundën me shqitë qumshtin. Atëherë pse ke subvencionu dhe pse e ke dhanë grande për të prodhuar shumë kur ti nuk ja garanton plasmonin e qumshtit. Unë i kisha bo apel institucionet tona që të mbrojnë prodhimet tona, që të mbrojnë bujkun. Nëse vazhdon, kjo gjendje që është deri me tani, deri me sot, nëse vazhdon kjo, është të rrezikuar prodhimi i qumshtit i cili nuk do të ketë shitje. Dhe ne do të detyrohemi edhe me marrë masa të tjera, për shkak se na duhet me mbrojt prodhimin tonë. Dhe atë punën që jem të bërë një punë të ndershme, me shumë djersh, më shumë deri dhe ndjersh ata qumsht që prodhojnë dhe ata qumsht mos më shit, nuk duhet të jetë kështu, duhet institucionet tonë të mbrojnë farmat. Çmimet e produkteve bazë, duke përfshirë edhe çmimet e derivateve, dita ditës janë rritur, ndërkohë Kosova mbetet ndër vendet e pakta që nuk kanë ndërmarrë masa për të luftuar rritjen e çmimeve. Në fund të vitit 2023, qeveria e Kosovës kishte miratuar një ligj i cili synonte të rregullonte çmimet për produktet bazë, si drithrat, mielli, buka, orizi, qumshti e të tjera. Por, në nëntor të vitit 2023, gjykata kushtetuese, pas një kontestime që ishte ngritur nga Partia Lidhja Demokratike e Kosovës, kishte rrëzuar këtë ligj, duke konstatuar disa pika me të cilat tha se janë në kundërshtim me ligjet e tjera në vend, si ligji për tregtinë e brendshme.
Kushtetuesja kishte deklaruar që ndërhyrjet në treg nuk mund të bëhen nga qeveria, por vetëm nga një organ i pavarur. 3 vjet më vonë, qeveria e Kosovës ka miratuar projektligjin e ri për çmimet tavan. Në projektligjin e ri janë adresuar edhe kufizimet që kishte konstatuar gjykata kushtetuese. Tani, sipas projektligjit të ri, do të krijohet një organ i cili do të quhet Bordi i pavarur për masat e përkohshme për rregullimin e çmimeve. Ky bord do të përbëhet nga 5 anëtar, 3 të jashtëm dhe 2 do të delegohen nga Ministria dhe Autoriteti i Konkurrencës. Kryetari, nënkryetari dhe 3 anëtarët emërohen nga Kuvendi i Kosovës dhe zgjidhen me shumicë të thjeshtë prej 61 votave. Në ligjin e vjetër, vendimarrja i takonte ministrit të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit, ndërsa me projektligjin e ri, vendimarrës do të jetë bordi i pavarur që zgjidhet nga Kuvendi i Kosovës. Mbikëqyrja, një pikë tjetër kontestuese që ishte parapar nga ligji i vjetër të jetë nga kryeministri i vendit, në projektligjin e ri do të ndodhë nga Kuvendi i Kosovës.